Fluksi i lartdaljes në portin e Vlorës, vetëm gjatë fundjavës janë larguar më shumë se 8.000 persona, ndërkohë që ky fluks ka vijuar edhe në ditën e parë të kësaj jave. Vetëm gjatë të hënë me trageditë e linjës Vlorë-Brindisi do të largohen rreth 2.000 persona. Pasi kanë kaluar pushimet në vendlindje, një pjesë e migrantëve i drejtojnë vendeve ku jetojnë dhe punojnë, ndërkohë që një pjesë e mirë janë edhe turistë të cilët kishin zgjedhur Vlorën për të kaluar pushimet e tyre. Ndërkohë referuar fluksit, duket se janë marrë gjitha masat për të përballuar pikërisht të situatën, ndërkohë që po punohet me 10 sportele në dalje për t'ju ardhur në ndihmë të gjithë atyre të cilët do të largohen drejt Italisë, por edhe për të shmangur radhë të gjata të pasagjerëve por të automjeteve. Fluksi i lartë udhëtar është dëshënuar në dalje nga porti i Vlorës gjatë ditëve të fundit. Vetëm për gjatë fundjavës, më shumë se 2.000 persona janë larguar me tragedin e linjës Vlorë-Brindisi, ndërsa një numër i lartë udhëtarësh pritet të udhëtojë edhe në fillim të kësaj jave. Me dy tragediet e linjës Vlorë-Brindisi pritet të largohen rreth 2.000 persona të tjerë, kryesisht pushues shqiptar që kanë përfunduar pushimet në vendlindje, por edhe turistë të huaj apo pushues të shumtë që kishin zgjedhur Vlorën dhe Shqipërinë si destinacionin për pushimet verore. Pas përfundimit të sezonit të pushimeve, shumë prej tyre tashmë kanë nisur kthimin drejt vendeve ku jetojnë dhe punojnë. Kjo ka sjellë fluks të shtuar në portin e Vlorës, veçanërisht në oraret e nisjes së tragedeve. Fluksi i udhëtarëve pritet të vijojë edhe gjatë ditëve në vazhdim, pasi ende shumë persona ndodhen me pushime në Shqipëri dhe kanë planifikuar kthimin në fund të muajit gusht. Ndërkohë, për të përballuar numrin e lartë të udhëtarëve dhe për të shmangur krijimin e radhëve të gjata në portin e Vlorës, është shtuar personeli dhe janë vënë në dispozicion më shumë sportele. Masat synojnë të përshpejtojnë procedurat e kontrollit dhe të përpunimit të dokumentacionit, duke garantuar një lëvizje sa më të shpejtë dhe të rregullt të udhëtarëve. Fluksi i lartë në dalje nga porti pritet të jetë një situatë e përsëritur gjatë këtyre ditëve, në një kohë ku mijëra shqiptarë që kaluan pushimet në vend, po i rikthehen vendeve të tyre të punës dhe banimit jashtë Shqipërisë.